Esselamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq që në mban botës kudo që jeni. Mirë se na keni ardhur në programin ton të radhës në shkollën e diturive kuranore. Ju përshëndes, ankth, stres, si hiqet. Robi, e keni të ligjërata e fundit që kam bajt për stresin, për ankthin, për depresionin, të gjitha këto largohen shumë lehtë nëse jeni besimtar mbështeteni te Zoti, nuk keni nevojë me marrë kundishvar suplemente të ndryshme të cilat ushiten, mirë po mundeni vetëm me mbështetje në Zotin dhe me ja ejuhen nefsul lawame, o ti shpirt kritikues, pra me i bo një kritik konstruktive dhe me marrë në llogari veten pse unë friksohem për diçka, pse unë kam ankthi është frikë. Pra, stresi është normal, edhe ajo vjen për shkak mbështetjes së dobët në Zotin, ose për shkak punëve, veprave tona që kemi bën. Në momentin kur fillon stresi dhe ankthi me të kap, atëherë menjëherë duhet me menaxhu mendjen tonë, në vend se me kritiku veten, me fut mendime negative, mi thani këballe, ti nuk je mirë, ti e ke bë këto, ti e ke bë këto, ti këto, që ajo t'jep ty frikë. Po mi thani këballe, pendohu Zotit për ato që ke bë, edhe lute Zotin t'ja jep një shkëndijse, çka me bë. Prandaj çdo problem në jetë, çdo gjë në jetë patjetër që ka zgjedhje. Prandaj robi 044 509 200. Unë e kam zyrën për konsulta të psikoterapisë pozitive, jam pra e diplomuar në këtë lëmi, konsultante e psikoterapisë pozitive 044 509 200. E keni edhe në profilin tim numrin, apo shkruani mesazh, edhe tash gjithashtu çka keni pyetje diçka mund të shkruani në mesazhe. Në mesazhe këtu 044 veç pak 509 200. 044 509 200, çka keni ndaj pyetje, ndaj send, unë e kam kompjuterin e hapur këtu dhe inshallah pasi ta përfundojmë gjyzin e 15 të Kuranit, që zgjat një orë, do të rrim deri pas mesnatës, pse jo, nëse ka interesim. Unë jetoj Ardi në Prishtinë, jam prizrenase, jetoj në Prishtinë. Hajde ju lutëm, bëni tap, 980, unë deri 15.000 kam bë përpara. Hajde tash, hajde bëni tap, edhe kështu fitoni sevap, sepse ndoshta dikush sot është shumë i mërzitur. Ndoshta dikush sot ka pas një jetë shumë të ngarkuar. Prandaj ju bëhuni sebeb që me çat tapin e juaj, të vinë njerëzit tjerë të na dëgjojnë, të marrin qoftë edhe një mësim të vogël, nëse ai udhëzohet dhe shpëtohet nga një humner, apo nga një stres, apo nga një depresion, apo nga një mërzi, atëherë ti e ki sevapin sepse e ke ftu dikon. Prandaj mos pritoni, hajde ju lutëm tap, te të dy live-et bëni, edhe te Ikbale Official kaloni edhe te kjo tjetra.